Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kemi dalë edhe siç më jam fiksuar, dua të bëj një ndryshim aty tek shtëpia. Edhe dua të marr 2 poltrona edhe ti vendos domethënë aty tek salloni. Edhe do vendos edhe një ambazhor, domethënë kështu aty me një lule që të duket pak kështu si këndshëm. Edhe ja do shkoj këtu te Action, base ka këtu se pash tek sin se kishte, por erdha të shoh edhe këtu nëse ka, por besoj do ketë. Edhe ja do t'i marrim, kemi dhe Matias këtu që bën alla fos, ja bën Jeta ime ti. Si me qesh. Edhe ja kemi dalë kështu sot për të harxuar lek. Edhe të hap kur të vimi këtu tek Action, këtu jemi tani, por unë po jepja për të pyr Matias, edhe do ikim tani të zbresim edhe të vemi të harxojmë lek. Përshëndetje nga dita tjetër dhe dje nuk jo hapa fare për arsye se erdhëm vonë në shtëpi edhe ikëm nga motra Andreas edhe erdhëm vonë dhe prandaj nuk jo hapa dhe do ju tregoj se çfarë morëm dje. Shikoni që kemi marrë këtë gjën këtu. Po tregoj të gjitha se çfarë kemi marrë dhe kemi bërë pak, kemi ndryshuar pak sallonin. Edhe ja tregoj. Atëherë, si fillim këtë nuk e kemi bler, e kemi të toni. Atëherë, kam marrë këto klëpet e jastikut. Këto mora edhe këtu që të dali pak stil kështu skandinav, më pëlqen shumë. Dhe morëm këto 2 pufat. Morëm edhe këtë. Që morëm tjetër? Këto morëm dje dhe t'ju tregoj çfarë morëm sot. Atëherë mora këtë që do ta vendos tek ajo aty. Atëherë kam marrë rroba për Matias. Çfarë kemi marrë? Një badi. 2 badi. 3 badi. Kam marrë një shishe kështu për ujë që dua për Matias. Dhe pastaj rroba për Matias. Kjo bluza, këto tuta që mendoj t'ja kombinoj kështu bashk, nuk e di. Shkojnë bashk. Tjetër këto që janë kështu kostum. Një bluze. Një paltuta kështu kafe, një paltë bardha. Një bluze të zezë, shumë bukur kjo. Sërish të bluze të bardhë, kafe, këto mendoj që t'ja bëj kostum. Edhe sërish një bluze tjetër. Tuta. Edhe një kapuç që ishte kështu. Edhe mora dhe një mbajtëse qëriri që do ta vendos këtu te tavolina, po jo tregoj dhe juve, por harrova të marr një qiri. Kam qirin aty të bardhë, por do diçka më të vogël. Po e tregoj domethënë si do t'i vendos këto, edhe këto që mora kështu përmbajtëse për tek ky ambazhuri aty, edhe po ja tregoj. Ja, këtë do ta vendos këtu. Do ta heqim këto se nuk shkon fare. Edhe këtu do marr një vazo të bardhë, nuk do marr këtë.
E ja, apo është më bukur pa qiri. Nice, do ta shohim këto. Vazhdojmë me këtë gjën këtu që ta vendosim tek kjo lulka. Besoj kjo do shkoj këtu. Kjo është dhe rënd. Wow, duket shumë këndshëm kështu. Shumë që sa bukur duket se dhe Matias nuk po qëndron. Duket shumë bukur. Ja, shumë bukur duket kështu. Morëm edhe për të ngrënë me vete, sepse nuk po qëndron dhe Matias edhe do ham në shtëpi. Edhe unë mora fileto vici, se më super pëlqejnë, se t'i bëj vetë në shtëpi nuk më pëlqejnë, por nga restorantet më pëlqejnë, e di pse. Kështu dhe do hap sërish më vonë se çfarë do bëjmë gjatë ditës. Mora edhe këto. Që e tregoj që i mbaj për gjatë javës, ja kam thënë dhe herë tjetër. Disa ëmbëlsira që unë i mbaj për gjatë javës që i ha në mëngjes se nuk kam kohë të gatuaj. Ja, janë këto. Kemi këtu dhe qumshin e Matias edhe ushqimin tonë. Mirë mëngjes, nga dita tjetër, unë po konsumoj mëngjesin edhe po ja për të pirë Matias. Dhe pastaj do filloj me punët, do konsumoj njërë mëngjesin, të jap njërë Matias për të pirë, do konsumoj mëngjesin, se lava bëra gati Matias, edhe do vazhdoj me ditën, nuk hapa mbrëm, se më kapi një dhimbje koke dhe sot ashtu jam edhe një dhimbje koke të mërshme. Por ju hapa sot se thash në që si harroj këto videot, i harroj fare dhe i la ty dhe i fshi. Më ka ndodhur shumë herë kjo gjë edhe prandaj hapa sot në mëngjes. Kështu dhe do ju hap sërish më vonë kur të fillojmë punët. Ja dhe me tjesë si po pi. Zemra ime. Ka në një orë Matias, dhe më thënë që po flen krahun tim. Edhe tani do vendos pak SPF-n. Hidratantin kam një orë që kam vendosur, por nuk kam vendosur SPF-n. Edhe plus do më thënë që komplet këtu është diell të salonit, e doma ime, edhe thash qa i bëra vetës që se vëra që mëngjes SPF-n, sepse ngella pasaj aty Matias edhe ngella pa vendosur. Se mua direkt, do me thënë nga dielli, më dalin direkt gjuka, edhe prandaj. Kështu dhe tani do vazhdoj me punët, vajti dreka, nuk e di po sot do me thënë ta shijoja shumë Matias, sa që do me thënë ai po rrinte aty mund ta lja dhe në karrocë ose në divan, edhe rrinte, por doja do me thënë që ta mbaj aty vetë, edhe tani që ma karrocë thash vetës grinë se ke që në orën 8 aty me Matias, edhe nuk kisha bërë as edhe një punë, që vendos edhe pak gloss, sepse më thajnë buzët gjatë ditës, prandaj, edhe më bërë dhe vëllë për të hishur mustaqet, edhe tani do pastroj këtë dhomën se ka rënë bomba nuk ka rënë, por kështu më duket mua, si kur ka rënë bomba, se normale fjetëm dhe asë kur ngrita, do me thënë mora vetë me Matias, nuk bërë asë edhe një gjë tjetër. Kështu. Unë punët i bëj gjithmonë në darë, kur sistema Matias e vendos për të fjetur, edhe vazhdoj me pastrimin e shtëpisë. Tani në mëngjes dua të ajros komplet shtëpinë, me thënë se kishte dëgjoni që janë zhurmat e makinës se i kam hapur këto dritaret, shkoni si hap.
Plus është edhe diell, është edhe ngrohtë, edhe tani vazhdojmë me bërrimin e çarçafeve të gjithave dhe kështu, ja fillojmë punës. Po tani marr një nxjerr jashtë që të aerose. Bëra gabim në që sintora shumë mëngjes, por sado hapur është dritarja edhe aerosën. Këto do t'i heq, do t'i vendos për të larë dhe për nxjerr tani. Gjithmonë do me thonë këto krevate në fshë gjithmonë në fshë me korrent. Edhe këto vendos gjithmonë një batanie, nuk vendos çarçaf për të flitur gjumë, por vendos batanie. Nuk e di por nuk pëlqen shumë ky ushi. Më duket e ka marrë dhe Matias këtë gjës, dhe Matias i pëlqen shumë ushi dhe kur flet më thënë ndonjë gjë këtu me ush batanien vendos. Edhe i pëlqen domethënë që të mbaj batanien aty të Honda. Me thënë do unë do Andrea, po kemi të njëjtën gjë, do me thënë që do më flem me batania poshtë, nuk flem me çarçaf, ndërsa në verë normale me çarçaf. Edhe tani dua dhe të sistemoj dhe pak domeni Matias, por shpresojmë domethënë që të flej Matias që ta rregulloj, se ndryshe nuk e rregulloj dot. Mbaruam me krevatin edhe tani do marr plurat. Si po shikoni, këtë gjën aty që shikoni janë rafti Matias që mbar për natën. Qumshin, ujë, gjërat, këto që ngron qumshin, ja t'ja tregoj dhe juve me që i mbaj për Matias natën edhe i mbaj aty shkoj ka të pecetin e përbuka. Dhe po thoshe që i mbaj aty sepse i kam më praktike për t'i kem aty natën, që mos të ngrihem, t'i kem nga dhe me Matias, të vi prakti, edhe më mirë i kam aty. Po sistemoj dhe këtë raftin e Matias. Vendos të baterinë e telefonit të më duket se ka. Po, ka. Edhe
Makineria që ngrof qumshin është edhe për qumshin e gjirit, është edhe për këto ushqime që janë të vogla për bebe. Edhe është shumë mirë. Vetëm që ka këtë që du të lungari se shkollën, se ndryshe do më thënë Matias që është një fëmijë që e do me se zbën qumshin kur do më thënë një beta ora edhe do kështu me sekonda se ndryshe vetëm qan nuk pushon edhe prandaj kështu tani do marrim qes me korrent edhe të fshim. Po vendos edhe këtë jashtëkun kondim për të larë se këtë mbaju natën si arush. Nuk e di kur kam qenë e vogël kam mbajtur një të zi tani mora një kështu. Edhe po e fus ta laj. Edhe ja fillojmë fshesis tani. Si kokush në unglit, si kokush në unglit në gjumë. O një kjetë, o një dasuri. Një dhe përsi ka ngell floku. Këtu e lëviz shumë kokën, edhe i ka ngell një gjumë këtu. O jetë, o i veti. O shpirtim, o era me mirë në botë? O era me mirë në botë, bëjmë punët tu me mami të ty. E bëjmë punët me mami. Hajde bëjmë punët me mami. Hej, po shikoni një ndryshim këtu. Ndryshimi është që shikoni këtë tjetër, nuk është më ajo ngjyra kafe e shëmtuar, sepse kemi marrë një komod tjetër dhe kam hequr ato dy komodina të shëmtuara që nuk i shikoja dot. Edhe morëm këto. Po se unë ndryshoj komplet dhoma e qumit, mungon vetëm krevati, tani do të ndryshojmë edhe krevatin. Shpresojmë që të vi këtë javë. Edhe atëherë do i tregoj pak edhe këtu kam ndryshoj. Këto në kapet e mia, sepse s'kam ku t'i vendos. Edhe i hosha do thoni ju ti ishe në një, më thënë këtë ambas një dite. Shkunda ato më do më thënë komplet që ju e pat, paka shumë, edhe tani ndryshuam prap mendje, sepse mendoj se do vinte shumë më vonë kjo mobilja, edhe e vendosa do me thonë që ta bëj sot të video. Edhe tani kam sjell dhe krevatin e Matias këtu, nuk e di po ju a thash, por shikoni që jam qerë këtu, më ka qerë Matias, po më rriq që tani. Matias është një fëmijë do me thënë shumë i grindur, edhe kur e kap i nati të qerë. Edhe ja, e kam edhe një të qerë këtu. Edhe tani për tek si thonë për tek koka e krevatit, po vendos këtë tavolinën për momentin. Edhe të fshivat, se mbaja është në balkon. Edhe kjo këtu nuk është adras, është një material që quhet korja, më duket, që është kundra ujit, është si mermer, paka shumë. Shumë duket, është me shtrejnë nga mermeri, nuk e di, por është shumë mirë dhe po e treg këtu se është super e rënd, edhe më duhet të shtyj edhe pa krevatin akoma më shumë të se kam hasë mos të qëj dhe mbretin, se
E kam vendosur të flej. Edhe opa, i ku kamera shtramët. Sërish shtramët. Okej, këtu jemi më mirë. Po vendos pak gloss dhe i kam buzët super të fara. Edhe unë e ha glossin, pavarësisht domethënë tani që kam Matias, nuk e vendos fare. Sepse normale, si mund ta vendos, unë prefer vendos SPF-n e pullt me thënë kështu me gjithë frikë, sepse kam frikë mos i bën një alergji, në gjë, edhe prandaj. Edhe tani e kam sistemuar kështu këtë pjesën këtu, të shtyr krevatin, këto më është goxha shumë e madhe. Edhe po e shtyp, po shikoni ti që është një batanie, po e kam vendosur aty sepse ishte pak si e botë, edhe thash më mirë të thahet komplet edhe të thahet domethënë. Edhe po shtypa krevatin më këtej sepse është shumë i spostuar ande nga ana Andres, edhe po e çoj më këtej se ka goxha shumë thënë. Okej, këtu është mirë. Edhe krevatin Matias, këtu shkoni këtë litarin. Atëherë këtë krevatin e ka bërë Andrea. Edhe këto rrotat nuk i kishte marrë frena. Dhe na duhet që të marrim këto, të ndryshojmë rrotat sepse kur çoj Matias, domethënë kur është që i kem, domethënë që zë gjumi dhe çoj të krevati vet, ikën krevati. Edhe sepse, për t'ju tregoj, sepse është në këtë lloj modeli që të jemi ngjitur. Ja, është kështu, edhe kështu është shumë i bukur, por ja kemi hequr këtë pjesën këtu që të jetë ngjitur me mua, që edhe unë ta kem praktike për natën. Edhe tani do ndryshoj edhe pak të çarçafin e Matias, ja ndryshoj domethënë çdo ditë. Edhe se unë jam që kësi e fiksuar me këtë plurin, por sikur nuk prap këto fenelatët nuk e di mbletin shumë plur, edhe prandaj kjo e ka edhe derën, por për tani nuk ja kemi vendosur, të ja vendosim më vonë, po heq edhe këto edhe po vi. Matias e kam lënë nga salloni për të fjetur, edhe është edhe me kohë, kam edhe frikë, shikoj edhe që këtu, edhe po lëviz, edhe po lëviz, nuk e di sa po të gjojmë dhe rëtë që po vlasë shumë e si të ujat, i hapi sytë, nuk e di së që gjojmë i po këj fëmi. Dhe shkova, më pash Matias me thënë, më ndova që ta vendosë prapë në gjumë, por jo. Edhe ja si që shikonin tani, si që edhe digjonin shikonin që po qanë tani. Sepse se po që gjumin edhe do qaj normale. Te ky krevati në kanë ngelur tyli, kam vendosur, kam bërë kolekcion me tylle krevatesh, sepse mora një në Shqipëri e porosita, nuk më pëlqeu fare, po fare. Mora këtu tek IKEA një 4 copë, edhe s'ko do bëhe nami, 4 çarçaf, kështu tyll. Edhe sërish nuk më pëlqyen. Edhe oqanë, si që dëgjoni. Edhe pastaj mora
sërish një tyll. Këtu më pëlqeu shumë ai, por problemi është që ky krevati janë këto pjesët këtu, edhe nuk e merr ai mekanizmi. Edhe tani se din si do ta gjejmë këtë gjë. Përsti si dy vendos këtu tani. Apo ta vendos kështu. Është shumë më krevant këtu, por mirë është kështu. Atëherë, ja stëkun ma tje se kam dhe gazohen, edhe po shkoj ta marrë. Nuk e di se ku e lash, se ku në mbeti, sepse po merresha me Matias. Edhe tani e kam larë dhomën dhe po I kaloj një me Swiffer komplet. Edhe të marrë. Sa duash, po si kalova me këtë Swifferin. Pra, nuk e di se në ndër gjithë ky plur. Nuk e di. Të qoj edhe këtë këtu tek pjesa kuflandreja. Dhe vajta sërish të Matias sepse u ngrit prap. Nuk e di se çfarë pasa kështu sot. Nuk fle, ngrihet, fle 2 minuta, ngrihet prap. Nuk e di se çfarë ka. Okej, ja e vendosa këtu. Nuk është se duket keq për 2-3 ditë, nuk e di. Jo 2-3 ditë, jo, ç'po them. Nuk e di sa do vënoj, do më thënë që t'i bëj Andrea që quhen. Unë aty do me thënë, do bëj se s'po të shikoni. Tek pjesët e kravative do vendos, do me thënë, shtyt edhe pak tëq, se do vendos edhe një puf aty dhe duket më hapë më mirë. Edhe, si që po thore, te krevati nuk do vendos kometina. Do vendos një rafsh që është cirtar, rafsh cirtar, edhe besoj do duket mirë ashtu, se nuk më pëlqen të kem komo aty, kometina e në fakt, jo komo. Kështu, edhe jam mbaruam tani kam zonë shqyqyrë, se që nda. Kam gjithë ditën me këto punët. Edhe po marrë atë pufin të vendos aty, të vendos edhe rrukicat edhe barba. Nuk e dija me tyshe për këtë pufin, të duhet një puf katror dhe jo një rrethor, sepse nuk duket mirë. Ja, si e shikoni, duket mirë apo jo? Sepse këtu bëj edhe make-upin ndonjëherë, edhe mendoj se më duhet një puf këtu me safon, ose mund të shtyt edhe pak.
Okej, mirë duket, është në kurse duket aq keq. Po e tregoj kështu total se si duket, mori një sy tjetër kjo dhoma dhe shqyr se unë nuk e shkoja dot me atë komedinën dhe ato komod me pjesën lartë ngjyrë kafe. Ajo ngjyra tani që dal është është shumë trendesh, por unë e urrej atë ngjyrë. Edhe kështu varet domethënë nga personat, unë nuk jam një person domethënë që të ndjek shumë modën, por mobiljet, por është diçka që mua duhet më pëlqej, jo që është trendi i momentit dhe duhet ta bëj ose ta vesh, e kam të gjithë dhe në veshje dhe është diçka domethënë që se mua më pëlqen e vesh, në qoftë se nuk më pëlqen nuk e vesh, nuk kam të thotë domethënë që është në mod këtë vit, ndryshe kur është diçka që më pëlqen, po këtu ndryshon. Edhe tani po t'tregoj komplet se si duket edhe ta mbyllim këtu këtë video, se u zgjat shumë duket. Te ja ku mbaruam si përfundim, t'ju tregoj këtë pjesën këtu. E di që ka dalë kënd shumë kjo pjesa këtu më pëlqen. Edhe kjo te pasqyra jep bukuri. Ajo lule aty nuk është se përshtatet shumë, por po mendoj që ta heq fare atë lulen. Edhe pjesa këtej ka dalë kështu. Edhe kravati Matias. Ja, kjo ishte gjithë dhoma. Është gëxhema dhe si dhomë, por ja, kjo është përfundimi. Dhe mbyllim këtu këtë video sepse ka dalë më duket super gjatë. Plus kur del shumë e gjatë, unë s'kam shumë kohë që të editoj. Edhe kështu dhe ja ku erdhi fundi videos time dhe do shihemi sërish tek video radhës. So, bye!